Bashkia e Kukësit në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësisë kanalizimeve do të nisë në fillim të muajit një aksion të gjerë për identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme në rrjetin e furnizimit me ujë. Kryetari i bashkisë Albert Halila deklaroi se për çdo rast të konstatuar do të merren masa të menjëhershme, duke përfshirë ndërprerjen e lidhjes si dhe ndjekjen ligjore të autorëve të shkeljeve. Bërë një verifikim të detajishëm të lidhje me ndërhyrjet e paligjshme që mundjen në rritin kryesor të furnizimit. Besoj që personat përgjegjës do të ndërshkojnë sipas ligjit, sipas sanksioneve që parashikohen në ligj për ndërhyrje e cila cënon rënd furnizimin me ujë. Bashkëpunim edhe me struktura tjera që të kryhet në kohë ky proces dhe besoj që në fillim të muajit qershor të vazhdojë ky operacion në lidhje me ndërhyrjet e paligjshme të ujit pishëm, i cili do jetë me ndikim në lidhje me furnizimin e qytetarëve me ujë pishëm. Kryebashkiaku Halila shtoi se ndërhyrja do të ketë edhe për përmirësimin e rrjetit të ujësisë kanalizimeve, me qëllim rritjen e eficiencës dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit për komunitetin. Aksioni do të vijojë deri në ndërprerjen e plotë të gjitha lidhjeve të paligjshme në të gjithë territorin e Bashkisë Kukës.